E gjithë vëmendja ndërkombëtare këtë fundjavë do të jetë në Myni, aty ku organizohet Konferenca e Sigurisë, një nga eventet më të rëndësishme që pritet të përcaktojë dhe raportet e reja ndërkombëtare. Një konferencë e sigurisë ku pritet të diskutohet nga lufta në Ukrainë dhe deri tek raportet e reja transatlantike. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio do të marrë pjesë në konferencën e sigurisë dhe pak përpara mbritjes në Europë, ai u shpreh se ky është një moment shumë i rëndësishëm dhe një epokë e re për të cilën duhet patur shumë vëmendje. Rubio do të udhëheqë delegacionin amerikan në eventin e parë të madh global që kur presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi me marrjen e Grenlandës. Presidenti francez Emmanuel Macron ka këmbgulur që Europa duhet të përgatitet për pavarësi nga SBA, ndërsa sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka theksuar se lidhjet transatlantike po janë po aq të ngushta dhe të rëndësishme sa kur më parë. Lufta në Ukrainë, tensionet me Kinën dhe një marrëveshje e mundshme bërthamore midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë gjithashtu në agjendën e konferencës së Myniut. Bota po ndryshon shumë shpejt para nesh, u tha Rubio gazetarëve, kur u pyet nëse mesazhi i tij për europianët do të jetë po aq i fortë sa ai që kishte edhe JD Vance vitin e kaluar. Ne jetojmë në një epokë të re në gjeopolitikë dhe do të kërkojë që të gjithë ne të rishqyrtojmë se si do të duket kjo epokë dhe cili do të jetë roli ynë, ishte mesazhi i sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio. Kujtoj këtu që në konferencën e vitit të kaluar, në konferencë ishte i pranishëm JD Vance, i cili ishte shumë i ashpër në kritikat e tij ndaj Europës. Këtë vit ai do të mungojë. Por në konferencën e Myniut do të mblidhen shumë liderë të tjerë botror. Konferenca e Myniut hapet me fjalën e kancelarit gjerman Friedrich Merz për të ndjekur më pas edhe nga liderë të tjerë botror. Të pranishëm do të jetë po ashtu dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe jo vetëm. Për sa i përket rajonit, pjesëmarrjen e ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti.